Përshëndetje të gjithëve. Takojmë së bashku në emisionin Biofolk. Unë jam Gazmend Agaj dhe sot kam kënaqësinë të kem të ftuar një emër të njohur të muzikës popullore shqiptare, mbretëreshën e këngës popullore të Jugut dhe jo vetëm, Manja Aliçkaj. Është vërtet një artiste që për shumë vite i ka dhënë shumë artist shqiptar me këngët e saj, me interpretimin me mjeshtëri të këngëve popullore shqiptare. Manja, është kënaqësi që të kemi sot në studio në Biofolk. Faleminderit për ftesën, faleminderit për komplimentin, me kënaqësi kam ardhur dhe unë. Maja, ju po përgatitni për një këngë të re, një këngë popullore dhe në fakt keni pak kohë që nuk keni nxjerrë këngë të reja, ndoshta për arsye pandemia. Edhe është një periudhë kaq shumë e ngarkuar kjo, po përsëri edhe pse jam kaq shumë e ngarkuar me këngën e re, me klipin e ri, me gjithë gjën që bëhet në gjithë veprën. Si mund të mungosh tek Biofolk? Ka se si, se vetë nga emri shka Biofolk. Emisioni Biofolk që identifikon artistët më të mirë të këngës popullore të shqiptare, pra jo vetëm të Jugut, por të gjithë të trevave, kështu që ju jeni një mikë e Biofolkut. Është e vërtetë. Flasim pak për këngën e re. Si do të jetë? Si është kjo këngë? Është sërish me motive të Jugut, është kompozim i ri apo është një këngë e vjetër dhe e përpunuar? Është kompozim i ri i kompozitorit edhe mikut tim të shquar Adrian Hiles, me tekstin tim. Mendoj, unë e dua si këngë, natyrisht se për ndryshën nuk do ta këndoja, por shpresoj që ta duan të gjithë. Është një këngë në të vërtet për djalin tim, por kënga është në të fakt personale për mua, por është edhe aq sa personale, aq edhe e përgjithshme për të gjithë fëmijët, por në rastin konkret kam përzgjedhur, më thënë, të themi jo dhe vajzat dhe djemt, pasi rastësisht unë kam bërë djalëve, me qenë se ja kushtova aty, është për djemt, si të themi. Është me motive Jugu. Është një ardhje shumë interesante e muzikës, e kompozimit nga Adila. Është Jug, por është më, si të them, me zbutur, Jugu është i zbutur përgjithësisht, por është krijim i ri. Në veshtëmi shumë interesant dhe shumë e bukur. Shpresoj që ashtu si e dëgjoj unë, ashtu të shkojnë në veshtin dhe në shpirtin e gjithë adhuruesve të këngës edhe adhuruesve të mi. Suksese. Klipi do të ketë pjesë edhe fëmijët? Do të shoqërojnë në klip? Ka menduar që klipi djali do jetë bashkërisht me mua. Edhe pse jo, vetë pjesa që ndoshta do më lodhet pak sepse është shumë i vogël, është ende si ka bërë 2 vjeç e 7-8 muajsh. Por më vete kënga me të, është për të dhe kam dëshirë ta kem në videoklip, me aq sa do mundet ai si një fëmijë i vogël dhe ashtu dhe do trajtoj ashtu si është fëmijë i vogël, dhe mund të qaj aty dhe me të qara do ta lë. Jo me të qara me zë se kemi këngë, kuptohet. Edhe pastaj pjesët e tjera të klipit unë nuk po i rrëfej, sepse gjatë punës ne jemi përgatitur për të bërë një gjë të tillë dhe unë po merrem me gjithë organizimin e gjithë gjës. Dhe si dihet se çfarë na vjen nesër ose pastaj një ide tjetër, kështu që këto të tjera me kismet Zotit themu gjithmonë para se të them diçka, djali dhe unë pa diskutim që do jemi. Klipi po e xhiroj me Max Production dhe ne jemi, si të them, bashkëpunëtorë teksti, muzika, klipi. Shpresoj që të dali të pëlqejë. Suksese si gjithmonë. Maja, ju këto periudhë jeni angazhuar me maratonën Këngë Moj. Keni qenë në një pjesëmarrëse e spektaklit Këngë Moj, por që maratona vijon udhëtimin në disa qytete. Si jeni pritur? Cili nga qytetet ka pritur më tepër? Të shkëlqyer, më falni për mungesën e modestisë, po ajo është një gjë fshati duket çdo kallauz, si themi. Kështu që fiks me thon kur dal, më vjen keq të flas për vetë bëhet nami, se s'është nami vërtet, por ata që kanë në dorë atë entuziazëm të mrekullueshëm dhe shumë ekstra më adhurojnë, edhe unë ndoshta u adhuroj, se ajo është marrëdhënie merr dhe jep, edhe kjo është edhe një nga arsyet që po shkoj tek veç unë kam qenë gjithmonë mike maratonës, por si vjet është arsyeja që të jemi pak direkt me publikun, sepse ngelen vetëm si tash në telefon, vetëm virtualisht dhe nga periudha e pandemisë, dhe faleminderit që na u dha kjo mundësi për të qenë edhe publikun ndaj pranesh dhe ne pranë publikut.
Ne kemi njerëz shumë ardashës, janë të mrekullueshëm, e duan gjën e bukur, e duan mos të shkëputet vëmendja se ndonjëherë në këto rrjete sociale shprehet dhe shumë lef, por unë mendoj gjithsesi që ai mlefi është tek pjesa më e vogël e publikut, ata si janë dhe publik që kanë mlef, mendoj unë. Është pjesa më e vogël, por bie shumë në sy se e ke që mbahet mend dhe dhëmb më shumë. Edhe, kështu që ne duhet t'ia nashkalojmë ato gjërat virtuale, sepse ndonjë njeri nga ata që shkruaj keq në botën virtuale, unë faleminderit nuk është se kam ndonjë dëm të madh në këtë drejtim. Por çrënd si ka unë tjetër njësoj, ata nuk janë të aftë që ata se kanë kurrë guxim që ty të thonë mirëmëngjes, ndërsa aty u jepet kjo mundësi sepse është shoh. Edhe takojnë dhe bëjnë dhe foto. Kështu që nuk vlen, domethënë në fakt nuk vlen. Publiku është i shkëlqyer, njerëzit ne kemi shumë ardashës, ne kemi një popull të mrekullueshëm, kemi, se unë jam pjesë e tij. Kështu që për këtë faleminderit. Kur isha vogël thoja faleminderit që kam lindur në Shqipëri dhe përsëri po them faleminderit që kam lindur në Shqipëri. Mbetemi pak tani tek spektakli Këngë Moj. Ju keni marrë pjesë spektaklit të maratonën, tek spektakli. Maratonën ishim edhe përmendëm, po spektakli ju morët pjesë në disa net, qoftë në natën e këngës vlonjate, natën e sazeve dhe natën finale që interpretuar një këngë dueteve. Cila nga netët të emocionoi më tepër? Nuk po them ndoshta nata e Vlorës apo nata e sazeve, ndoshta apo e vështirë për të përcaktuar. E vështirë për të thënë ç'është e vërteta sepse unë kam kënduar këngë të cilat i kam dashur shumë, në natën e këngëve epike kam qenë përsëri, aty kam marrë pjesë me këngët e mia, pasi Jugu nuk është se kemi shumë këngë trimash, kemi të pakta dhe duke qenë se janë të pakta ato ishin kënduar dhe unë detyrova, unë në repertorin tim po kam larmi temash, kështu që unë kisha edhe këngë trimërie, po jo këngë trimash, por kisha këngë trimëreshash. Këngën e Miro Tërbaçit, që në të vërtetë është një legjendë, është një histori ndërmjet legjendës dhe të vërtetës, dhe që është teksti popullit, por unë e solla në muzikë, në pentagram si të themi, dhe këngën Vajzat Suljote, me tekst të Arben Dukës edhe me muzikën. Është këngë juaj, këngë. Edhe ato i solla natë, pasi si thash i kemi pak këngë trimërie. Jugu. Unë duhet, po ishte mirë që të fajsoja Jugu në atë mbrëmje, pasi ishte një mbrëmje e mbushur me më shumë veri. Dhe cila më ka emocionuar, ndoshta mund të ketë qenë edhe kjo natë, ato janë të dy këngë shumë emocionuese, kanë një edhe kjo në fakt të gjitha netët më kanë emocionuar. Natyrisht, këndova tek nata e sazeve, ato këngët përmetare, janë njëra më e bukur se tjetra. Kanë ato me kënduarit të bukur, ato të shtruar. Kështu që këngët e veriut në fund ajo ishte një natë e veçantë për shumë arsye. Kënga e parë e kolazhit të verior ishte kënga e Nikol Nikprelaj, të cilin e përshëndes dhe me lejen e tij e këndova edhe këtë këngë natyrisht. Që të gjithë e njohin, po unë do thoja edhe origjinën e tij, që vjen nga trojet shqiptare të Malit të Zi, nga Tuzi në të vërtet. Kënga e dytë ishte E Imja, që është përsëri një gërshetim i gjithë trojeve shqiptare, duke filluar me Çamrie, me Kosovë, me trojet tona në Maqedoni, me Çamri po e thash, edhe ajo dhe në tekst dhe në muzikë është një ndërthurje gjithë bashkë shqiptarisë, dhe treta një këngë allegro e Tetovës. Dola të përcolla rrugës nga Tetova. Në të vërtet, ky kolazh mua gjithashtu më ka emocionuar shumë, sepse unë e dua, si çdo shqiptar normal, vendin tim dhe gjithë vendet e mia, dhe këtu më erdhi mundësia që unë ta shpreja anë mban këtë dashuri që kam nëpërmjet këngëve dhe zërit dhe shpirtit tim. Prandaj kishte një emocion dhe një tjetër do të them për aty, isha shumë sëmur atë natë. Se si e kam... Prapë për balove, do të thonë që ti është... Mos kuptoj fare. Kuptoj fare, po këndoja me ato mundësitë e mia të fundit isha në një gjendje trupi im jo mirë. Kjo është artisti profesionist që të kapi situatën. Unë ndaresha pak tani tek zëri juaj unik. Ju përveç që keni një zë unik, por keni diçka tjetër që e pushtoni skenën. Pra lëvizni, e shoqëroni me lëvizje këngën, edhe prandaj publiku të afrohet aq shumë, domethënë ke diçka që interpreton në mënyrë të veçantë nga artistët e tjerë. Kjo është diçka që e jotja personale dhe që të vlen domethënë për pjesën e këngës së artit.
Po, jam koshjente për këtë, nuk është se po e bëj ekstra, në të vërtet gjërat në veçorit, ne lindim me disa veçori, me disa cilësi, në fakt. Unë mendoj që një pjesë e interpretimit tim dhe asaj përqasjes me publikun dhe dërgimit e energjive të mia në publik, mendoj që një pjesë e mirë është e trashëguar, pikërisht nga nëna ime. Edhe nga babi, por mamaja kishte më të zhvilluar të pjesën e të dhënit të energjisë së saj njerëzve që kishte përballë. Unë kam publik më të madh. Pjesa tjetër është shkollimi. Në të vërtetë kemi bërë një shkollë shumë të mirë për aktrim në Akademinë e Arteve dhe kemi studiuar vërtet. Nuk kemi bërë sikur. Edhe për hir të së vërtetës, edhe aty më thënë kam qenë shumë mirë dhe madje më vjen keq që nuk jam shpesh në teatr. Dhe aty natyrisht që neve pedagogët tanë, artistë mëdhenj shqiptarë na mësuan në mënyrë të qëllimshme që ti emocionin tënd që ke, nëse ti nuk e çon në publik, ti nuk e bën asgjë. Kështu që aty futet edhe shkolla. Pra mendon që shkolla e aktrimit, që ju keni qenë një studente të shkëlqyera të aktrimit, të thonë kushdo, ato që të kanë pasur dhe ndoshta bashkë student aty, kjo besoj që të ka ndihmuar tek kënga, tek interpretimit. Pra shkolla mendon që është një nga Po, sapo e thash që një pjesë është ajo e trashëguara që dhe një pjesë është shkollimi. Kështu ti kompletohesh dhe unë e di se ndiej veten në të vërtetë në skenë. Unë kur dal në skenë është vendi më rehat ku unë mund të jetoj. Unë dal në skenë dhe unë jam si një grua kur është në kuzhinë, si të them. Jam shumë rehat në skenë. Edhe prandaj më vjen keq edhe për këtë periudhën tani nuk është vetëm ana financiare, është njëra pjesë, por e kemi pjesë të shpirtit edhe çfarë bëjmë ne në jetë? Ne mundohemi që të kemi shpirtin sa më të mbushur. Edhe kush bën para, edhe kush bën ku dëgjon, shkon për alpizëm, gjithë njerëzit në jetë mundohen që të mbusish të gjitha mirat materiale, tjera, të tëra ato ndikojnë që ti të kesh një shpirt më të pas, më të mbushur. Edhe mua fatmirësisht ma ka dhënë Zoti një profesion të cilin unë e dua, edhe përmbushem shpirtërisht, kështu që kjo pjesë na ka ndikuar tani. Megjithëse tani po lëvizim me pak. Shpresojmë për më mirë, domethënë vazhdim. Keni menduar Maja ndonjëherë për ndonjë koncert të madh recital kur të mbushni stadiumin apo sallën? Kam menduar, madje po. Unë lirisht mund të mbaj disa orë me këngët e mia. Madje nuk u bë plan sepse por ka qenë kështu në dëshirat e mia, mos themi plani. Do thotë pasi të lindja djalin, fëmijën, pasi ngelesha shtazan, pasi të lindja fëmijën dhe të merrte pak hovë fëmijën, domethënë do filloja me organizim në një koncert recital. Kjo gjë përkoi tani përsëri pengesat e tjera dhe më ra ai hobi ose për të thënë që është një dëshirë imja ende e pa realizuar. Shpresoj të kemi shëndetin mirë edhe të gjitha realizohen. Fakt më pëlqen shumë dhe ai dueti me Fatmira Breçanin. I bukur është. Kënga jon ka tekst bukur, po janë të dy zëra të kombinuara bukur, Vlora Tropoja, Fatmira me zërin Kristal Veriu dhe ju zërin tuaj pra unik. Kështu që ka shkuar një duet shumë i bukur dhe ka ecur mjaft si këngë. Me Fatmirën nuk kisha qenë prezente në disa koncerte dhe kemi patur një kimi, domethënë dhe unë i vlerësoj artistët shumë nga ana e themi profesionale. Domethënë Fatmira është karakter, është zë shumë i veçantë, edhe për këtë gjë dhe unë jam një natyrë që më pëlqen këto mesazhet e mira, në këngët e mia, në tekstet e mia unë gjithmonë jap mesazhe, mundohem paktën. Dhe doja një këngë që të gëshetoja përsëri Jugu dhe Veriu, siç i kam gëshetuar dhe në një këngë tjetër, por doja një personazh nga Veriu për ta pesqasur më shumë këngën. Edhe natyrisht që kush më vi më së pari në mendje ishte Fatmira, dhe Fatmira priti me shumë kënaqësi dhe me shumë dashamirësi. Madje më përzgjedhi mua dhe ajo nga kishte patur ofertat e veta të tjera, por gjithashtu ishte njëjta simpati, edhe vlerësim nga njëra tjetër. Dhe kjo këngë ashtu erdhi, domethënë me dy zëra unik, të veçantë, Ju Veri, dhe kënga u punua vërtet mjeshtërisht nga Adi, se s'ishte edhe thjesht të kombinoje edhe Jugun dhe Veriun, akse kënga non paka shumë nga Veriu, por dhe kjo ishte e qëllimshme, domethënë sepse mua më pëlqejnë ato nota, ato kënga, ato i kam kënduar dhe i këndoj, kështu që
Po fillon shumë bukur. Kur isha e vogël, këndoja na na na, do një herë gaboja, a vetëm shqipa ma. Kjo jam unë, tani është Fatmira. Urita në djetë me qifteline, me dy tela bëja melodine. Bini dajre, bini ju tu pana, këngën e Shqipe ma mësoj nana. E tjera, Mos talo, më pëlqen shumë refreni. e bukur. Ka bërë pak. Kënga jonë sa e mire, sa e letë, sa e vlirë, sa e bukur, sa e gjerë, oh, sa e bukur, sa e vlerë. Per, edhe teksti këngë fjalët, po e- dhe kënga dhe zëri. Maja, ju kënduat live tani, ju shuheni për interpretimin live të këngëve, sepse edhe në koncerte, dhe kjo është diçka që është vlerë, sepse të këndosh live para publikut është emocion më i madh edhe për publikun që të ndjekuptohet. Unë mendoj se kjo do ishte domosdoshmëria e vetme dhe çdo këngëtar duhet këndoj live, se ti nëse nuk këndon ti nuk je këngëtar. Dhe faktikisht kjo s'është se është në qamet se po këndoj live, po bëj punën. Në puna jonë është të këndosh live, kaq shumë e thjeshtë. Edhe tani bëhet si çik si e çuditshme që po këndojmë live, po ajo pra është puna jonë, të kënduar live, po çfarë do të këndoj, recitojmë. Po keni të drejtë ju se Po. Dhe së fundi jemi në mund të fundit, besoj e përmendët vetë, thatë, ju kënduat këngën tani live duhet për Fatmirën, por thatë po përpara që mund të këndojët pak dhe këngën e re, domethënë. këngën e re. Po. Po më. Një moment, një fragment. Po se e kisha çpari kështu. Po, pra, pranaj, domethënë. Refren. Refreni. Gjithmonë refreni është më Dhe ai, unë i kam fjalë shumë ritmi. bukura dhe tekstet dhe muzikën, po mirë, të strofa, po vetëm kaq. Lise, lise, lise me dega, u bësh biri në nëso, drite syrit të gjanit, pafsha dhëndër o biro, e lise, lise, lise me dega, u bësh biri në nëso, drite syrit të gjanit, pafsha dhëndër o biro. bravo, na emocionove. Vërtet? Shumë kënaqësi. Atëherë së fundi Maja, një përshëndetje për gjithë fansat tuaj dhe gjithë aty që po na ndjekin, pra fansat tuaj nga gjithë Shqipëria. Një përshëndetje, një mesazh urimi. Për gjithmonë mesazhet e mia të urimit janë shëndet, shëndet dhe harmoni me njerëzit, me njëri tjetrin, edhe sezon të mbar, aq sa të mundemi. Këtë zakonisht, ky është mesazhi që bëj ju. Miq të dashur, ishim me këngëtaren e mirënjohur, mbretëreshën e këngës popullore të Jugut dhe jo vetëm, Maja Liçkaj, në studio në Bio Folk, në Radio Eani. Një kënaqësi që e kishim ku zëri i saj unik, por edhe këngët që ka përcjell në këto vite karrierë kanë bërë që publiku ta ketë për vete jo vetëm Shqipëri, por në gjithë vendet ku jetojnë anëban shqiptarët. Faleminderit që na ndoqët dhe do takojmë sërish në emisione të tjera. Faleminderit shumë Maja dhe kënaqësi. Kënaqësi.